Të dashur banor të Gjergjanit, ju përshles shumë përzemërsisht, shpreh nderimin tim më të madh për ju, për të gjithë banorët e këtij qarku, për të gjithë fermerët e Shqipërisë, kudo që janë, gra dhe burra, që nxjerrin jetën e tyre me sakrificat mëdha, me mund dhe djerës. Sakrificat tuaja janë fisnikëria e shpirtit tuaj. Ndaj dhe kam shumë kënaqësi që takohem me ju, njerëz fisnik, njerëz të punës. Unë gjithashtu përshëndes Zotin Alzoti, udhëheqësin politik të qarkut, një përshëndetje të përzemërt aleatit ton, Zotit Edmond Haxhinasto, përshëndes të gjithë deputetët, kandidat për deputet, të pranishëm në këtë takim dhe të qarkut të Elbasanit, të cilët janë për ne krenaria e vërtet e Partisë Demokratike, me bindjen më të thellë se do u përfaqësojnë ju me përkushtim, me dinjitet të madh në parlamentin e ardhshëm shqiptar dhe në qeverinë e ardhshme të koalicionit më të madh që ka patur Shqipëria deri sot, koalicionit për Shqipërinë madhështore. Ne vim në këtë takim me ju pasi në 12 vite fermat tuaja, prodhimet tuaja, mundi juaj ka njohur vështërsi të mëdha, humbje të ndjeshme, rrokullisje serioze. Sot, po të shkojmë në dyqanet e Elbasanit, të Tiranës dhe kudo, 80% të produkteve prodhohen në Shumadi, në Banat, prodhohen jashtë Shqipërisë. Sot, sektori i bujqësisë dhe blegtorisë, që është i sektor bazë, në të cilin punësohen rreth 500.000 shqiptar, është një sektor, për të mos thënë krejtësisht, por po thuaj se krejtësisht i braktisur nga kjo qeveri. Ky sektor jep vendit 19% prodhimit brendshëm. Ky sektor financohet vetëm 0,5% prodhimit brendshëm. Ju nuk jeni më pak punëtor se sa fermerët e Maqedonisë, apo të Kosovës, apo të Serbisë ose Malit të Zi. Jo, ju jeni shumë punëtor. Dhe sigurisht ju doni që fermat tuaja, që serat tuaja, shtallat tuaja të ecin përpara, të begatojnë, të pasurohen. Por kjo nuk ndodh. Kjo nuk ndodh. Sepse me politikën që ndoqi kjo qeveri, ishte një politikë shkatrimtare. Hapi kufit doganat për prodhimet e Serbisë, për prodhimet e Maqedonisë, fermerët të cilave subvencionohen nga 5 gjërë në 8 herë më shumë se ju.
Pra në qofë se ju merrni 100 euro subvencion, fermerin Maqedoni merr 500 euro subvencion, fermerin Kosovë merr 400 euro subvencion, fermerin Serbi merr 700 ose 800 euro subvencion. Ky është realiteti, ky është e vërteta. Çfarë ndodh? Ndodh që ju nuk konkurroni dot të tregje, sepse aja ka të subvencionuar çmimin dhe fëmijët tuaj largohen për të ndërtuar ëndrrën e tyre, jo në Elbasan, jo në Shqipëri, po për të ndërtuar në Itali, në Greqi dhe në vendet tjera. Unë do të dërgoj atyre një përshëndetje shumë përzemërt dhe një nderim shumë të madh. Ata janë bërë individ të shquar, biznesmen të shquar, dhe janë adhetar të flakt aty ku janë. Njeri për i tyre është Eduard Çekrezi, të cilin unë pata fatin ta njoh fort këto kohë e fundit. Por edhe shumë të tjerë. Ata këtë vit votojnë për herë të parë. Dhe këtë vit ata do të japin vendit tyre mbështetje historike. Me votën e tyre së bashku me ju do të ndajnë Shqipëri nga kjo e keqje e madhe. Përveç kësaj, pra përveç subvencioneve që i keni 4 herë më të ulta se Kosova, 5 herë më të ulta se Maqedonia, 7 ose 8 herë më të ulta se Serbia dhe Prishti. Kjo është aktuale, po të marrësh investimet që ata kanë bërë në tokë përpara, del të paktën 11. Kosova sot, dhe vetëm Kosova, po Maqedonia, Serbia, kanë nga sistemet vaditëse më bashkohore. Dhe e trashëgojnë atë nga Jugoslavia. Kurse Shqipëria noton ujë dhe ujë për fermat nuk siguron. Kjo është e vërteta. Pra, ka një pabarazi shumë të madhe. Ndërkohë, shqiptarët janë njerëz shumë punëtor, të zot, toka është e klasit të parë, por me tregun nuk ja dalin sepse marrin gjithsejt e pa imagjinueshme, 57 milion euro ishte subvencionimi për këtë vit, nga këto 32 milion shkonin tek fermeri, të tjerat i mirrin rrogtarët e qeverisë. Kishin 130 milion euro nga Bashkimi Evropian, Edi Rama me suitën e tij u vërsul mbi to, sikur t'ishin para pa Zot, dhe që ato çdo qindark ishin për ju. Çdo qindark ishin për ju, fermerët. Dhe ato vetëm fermerët nuk i morën, i morën gjaçkat, me burrat, me kushurit, me fisit e tyre, dhe kur Bashkimi Evropian e diktoi, e gjeti, i ndërpreu me njëherë fondet, dhe Edi Rama në vend se të çonte ministrën e tij atje ku e meritonte, e mori këshilltare kryesore në kryeministri. Pse e mori këshilltare kryesore? E mori sepse ato abuzimin e kishin përbashkët. Ajo s'kish bërë gjë tjetër, vetëm zbatur urdhat abuziv të Edi Ramës, që paratë e fermerëve i mirnin oligarkët e tij, i mirët e klientele e tij,
dhe fermerët nuk vidhin asgjë. Ne jemi shumë të vendosur ta transformojmë, ta ndryshojmë rrëjësisht dhe me shpejtësi këtë situatë. Çfarë kemi vendosur ne në programin tonë? Në programin tonë ne kemi vendosur të pesfishojmë subvencionin për ju, të kapim vendet që kemi për rreth. Nuk themi të kapim Francën dhe Gjermaninë, as dhe Italinë, por Maqedoninë, Serbinë, Kosovën, Malezi. Ndaj dhe fondi do të shkojë në 230 milion euro subvencion. Do subvencionojmë pa përjashtim, pa asnjë kriter tjetër përveç çdo kokë bagti, çdo fidan të miell, çdo njësi prodhimi. Heqim çdo pengesë tjetër ne, që duhet jetë kaq hektar, aq hektar, që duhet jenë kaq kokë dhe aq kokë e tjerë me radhë. Jo. Ato që ai që ka, ai do marrë subvencionin. Do marrë subvencionin. Në fakt do ta tregoj shumë e tepër tani. Atëherë jam përpjek, po tani do ta tregoj shumë e tepër. Ja u them uja fjalën këtu, prandaj jam këtu sot unë. Linja krediti. Ne do të ngrem bankën zhvillimore të shtetit, me të cilën ju do merrni linja krediti të buta. 80% interesit do e pagoj shteti për ju. Cili do që ka nevojë do të adresohet aty me planin e biznesit dhe me projekte e tij. Qeveria do i mbuloj 80% interesit. Qeveria do të krijoj fondin e veçantë për të mbrojtur ju nga fatkeqësitë natyrore dhe për të shpërbyer ju me çmimin bazë të produkteve që mund të shkatërroj moti dhe faktorë të tjerë. Por qeveria do të mbrojë ju edhe nga mbiprodhimi. Mbiprodhimi ndodh dhe në këtë rast absolutisht çdo mbiprodhim do të shpërblehet me çmimin bazë në mënyrë që ju dhe fermerët të mos kërcënohen nga falimentimi. Janë mira fermerë që e psojnë nga ngricat, edhe ngricat që kaluan. Ngricat e 2-3 javë më parë kanë dëmtuar mira fermerë në të 4 anët e vendit, në Korçë, në Peshkopi, në të gjithë zonat. Sigurisht që shteti do ketë një fond. Dhe ai fond do të përgjigjet fermerëve për prodhimin me çmim bazë. Qeveria merr përsipër investime shumë serioze në vaditje, në kullim dhe mbrojtjen e tokës. Ne jemi një vend plot ujëra. Nuk ka vend me ujëra më shumë se ne. Megjithatë, sipërfaqet e vaditjes jo që nuk shtohen, po zvoglohen. Hidrocentrali i Banjës para zgjitha është vepër vaditëse dhe kur ne ndërtuam atë, e ndërtuam së pari si vepër vaditëse dhe pastaj si vepër energjetike. Që nga ajo kohë një kanal nuk është hapur në mënyrë që zonat përfitojnë, ajo është një rezervuar gjigant, asnjë. Janë se këta ka një zakon çuditshëm. Këta në doktrinën e mashtrimit nuk ka në botë
njerëz që t'inaugurojnë si këta. Thoshte bukur sot një analist i njohur. Gjerë në vitin 2013 kishim parë, thot, që bëj inaugurimin fillim të punimeve dhe kur përfundonin. Kurse tani bën 13-15 inaugurime për këtë gjë, sepse i ndaj në lote. Po, mas i maron kjo loteve, kthehen dhe inaugurojnë projektin. Pas i mbaron projekti, kthehen dhe inaugurojnë ëndrën. Pra, një serial mashtrimesh të pafundme, por e vërteta 3 dot. Por e vërteta është që po të marrish investimet e tyre, janë investime shumë të pakta dhe shumë abuzive. Ndaj dhe ne do të investojmë të paktën 70 milion euro në vit në vaditje, kullim dhe mbrojtje të tokës. Jam këtu për të zotuar para jush dhe mbar fermerëve të Shqipërisë, se prodhimet tuaja do t'i mbroj, me sezon do t'i mbrojmë. Mbrojtja sezonale e prodhimeve është zotimi ynë, e kemi bërë, ata që mund t'a kujtojnë, e kemi bërë, do t'a bëjmë prapë, e bërë çdo vend. Ne jemi për tregti të lirë, por në sezon do të konsumojnë mirë tonat, do i shesim tonat, pastaj do presim për tjera. Këte do e bëjmë, dhe kjo është një garanci për shitjen e prodhimeve tuaja që janë të mrekullueshme. Një agjenci orientuese për tregun do të ngrihet, dhe ajo do të jetë këshilltarja juaj kryesore për të orientuar lidhur me tregun, nevojat, konjunkturën, kapacitetet e tij. Pensionistin fshat është i diskriminuar. Në fshat janë pensionet më të ulta se kudo. Kanë punuar 40 vjet, kanë shkrije energjitë e tyre dhe marrë një pension qesharak. 100 ditë e para të qeverisjes ju garantoj se çdo burrë dhe grua në fshat në moshë pensioni do marrë 200 euro si pension minimal. Do marrë 200 euro ai që merr sot 120 euro, ai që merr sot 70 euro, ai që merr sot asnjë euro, që të gjithë burra dhe gra në fshat dhe kudo që janë në Shqipëri, në moshën e pensionit do marrin 200 euro, atë që ne quajmë minimum jetik. Rroga minimale do të jetë, nuk do jetë kur ndën 500 euro. Rroga mesatare do shkojë në 1200 euro. Rroga e mësuesve do të jetë 1500 euro. Tani, me të drejtë, se cilin nga ju mund të shtroj pyetjen, po ku do gjinen këto para? Premtuam 5 fishimin e subvencioneve. Premtuam 70 milion euro për uvaditje, kullim dhe mbrojtje toke. Premtuam kredit buta. Premtojmë 200 euro minimum jetik në fshat dhe qytet pa diskriminim kudo. Këto para, të dashur miq, të gjitha janë. Të gjitha i paguani ju. Qindark për qindark u merren qytetarëve.
në çdo mall që ju bleni, 20% taks ju merr shteti, në çdo çmim, në çdo udhtim, në çdo litër nafte, në çdo gjë. Ja u merr, po problemi është se nuk ja u kthen. Dallimi midis nesh dhe atyre është ky, ne do ja u kthejmë. Absolutisht. Do ja u kthejmë. Tani, nalmi prap po këtu. Shqipëria këtë vit kishte 8 miliard euro buxhetin. 8 miliard euro. Në ndarjen këtij buxheti për bujqësinë në të cilën fshati në cilin jetojnë 40% e popullacës, në cilin prodhohet 20% e prodhimit brendshëm, u lanë gjithsejt 57 milion. 57 milion. Për pensionistët, të cilët janë në fshat dhe qytet së bashku, janë 760.000. Sa u lanë? 16 milion euro. 16 milion euro. Na 8 miliard euro. Të gjitha taksat tuaja. Nuk ka shpërndarje më të cinike, më të pashpirt dhe më poshtruese se kjo. Se të lësh ti për 1/3 e popullit tënd 16 milion euro, se kanë fondi e pensioneve. Ai fondi i pensioneve është një grop. Është një grop ai. Ai është si është. Sigurisht që ai duhet përmirësue, por me fond pensionesh ti i lën ata të flasin me vetën e tyre, të numërojnë kafshatën, të mos marrin dot ilaçet. Dhe çdo njeri i përgjegjshëm para qytetarëve të vet, çdo qeveritar te ky buxhet 8 miliard apo 6 miliard apo 10 miliard sa të jetë, ndan 1 miliard, 2 miliard për t'ja u kthyer qytetarëve në pension, në rroga, të tjerat i përcakton për shtetësinë, për bujqësinë, për arsimin e me radhë. Kurse ky 16 milion i bëj thirrje çdo shqiptari të mos harroj këtë shifër. Me deputet tanë, të morin Qaniun e tjerë, ne çuam në parlament ligjin e minimumit jetik para 1 viti gjysmë. Në mënyrë që të marrë fund kjo ndarje. Të jepet çdo shqiptari 200 euro, nuk është pikja jonë kjo. Nuk është se kemi nxjerrë ne minimumi jetik. Minimumi jetik është domosdoshmëri absolute, në mënyrë që individi të mos jetojë në mjerim. Dhe ju them këtu, ne po e vendosim vitin 2013, që ta dini. Ne regjistruam, pasi bëm studimin, gjetëm se 15.000 familje jetonin në varfëri ekstreme. I regjistruam, edhe në mënyrë absolute fill pas zgjedhjeve, do të hyjnë parat në dorë atyre dhe nuk do kishim varfëri ekstreme. Nuk ka varfëri ekstreme një vend i lirë. Nuk e lejon. Bën shpërndarje, jep para dhe kjo është rregulli. Këta e pesfishuan shifrën, këta bllokuan pensionet, thanë po indeksojnë dhe nuk indeksuan. Dhe jo vetëm si indeksuan pensionet, po çfarë ndodhi tjetër? Çmimet u rritën në Shqipëri nga rënja e prodhimit brendshëm, nga importi dhe faktorë të tjerë, kanë mësuar rritjen më të madhe
në rajon dhe çmimet në Shqipëri, litri i qumshtit është më shtrejt në Shqipëri se në Itali. Kilogrami buks, mishi, të gjitha këto kaluan në çmime të cilat, si pas specialistëve ekonomist, për të bles sot një pensionist aq sa blinte në vitin 2013 me pensionin, për shkak të rritjes çmimeve, do ta kishte pensionin 390.000 lek. Ndërkohë e ka 160.000-170.000 lek. Pra, do ta kishte 390.000 lek. Më ndryshe, në vitin 2013, pensionin në Shqipëri ishte 143.000 lek, pensionin në Malzi ishte 138.000 lek. Sot pensionin në Malzi është 450.000 lek, është 450 euro. Pensioni në Maqedoni ishte më i ulët, sot pensioni në Maqedoni është 380.000 lek. Në Serbi ishte më i ulët, sot është 405.000 lek. Po pse? Sepse çdo vit qeverit nga buxheti kalonin para tek pensionistët për të rritë pensionet, sepse rriteshin çmimet dhe pensionisti malazes nuk ka problem. Pensionisti serb nuk ka problem. Janë rritë çmimet, rritë pensioni. Në Shqipëri, çmimet gjillë, pensioni mbeti aty ku ishte, pak fare rritje. Ndaj dhe me politikën që ndjekim, i japim fund kësaj situatet mërësisht të rëndë që është krijuar. Jo vetëm kaq, nuk është ndonjë shumë e madhe, po është çfarë është kjo? Është 6.3 euro në ditë për person. 6.3 euro në ditë për person në standardin ndërkombëtar nuk jenë varfëri ekstreme. Jenë varfëri, po jo ekstreme, se ka dy fasho varfëria. Dhe ne dalim për njërë nga varfëria ekstreme. Së dyti, çdo pensionist do ketë kartën e konsumatorit dhe rrogultit. Me kartën e konsumatorit, ata pensionistët dhe rrogultit do blenë me çmime 20% më të lira të gjitha ushqimet bazë dhe gjërat bazë, pra do hipet çdo vit mbrapsht të vëshëja dhe është rreth 450 euro, është 2-3 pensione apo një rrogë minimale. Energjia zbret në 7 lek, nafta do zbres në absolute s'do mund të shitet kur mbi çmimin që shitet në Kosovë dhe në Maqedoni. Ani isha unë dibër, ata të gjithë shkojnë, mbushin makinat në dibër, po. Të tjerët në Prizren, të tjerët në Maqedoni dhe me radhë. Në një kohë kur Kosova naftën e merr nga Durrësi, nga porti Durrësi. Edhe Maqedonia ndoshta një pjesë, po. Po, pra, dhe ato s'prodhon 1 litër, Shqipëria prodhon 1 milion. Prodhon 1 milion tonë në vit. Është një grabitje të mërshme që u bë qytetarë shqiptar me naftën. Pse? Edi Rama ka tatuar naftën 1.1 euro për litër. Kujt ja merr? Ju ja u merr. Ai që shet naftën çfarë? Ai ka rritë çmime dhe kaq. Ju ja u merr. Qytetarëve ja u merr. Jo ajo merr fund. Taksat mbi naftën do të jenë një lloj si të Maqedonisë, një lloj si të Kosovës, dhe çmimi i naftës nuk do mund të jetë kurrë më i lartë. Kur. Kështu pra ne kemi një projekt me cilin ne transformojmë gjendjen aktuale, shumë të rëndë, që po i largon shqiptarët, që po largon
si kur në historinë tonë, nuk kemi larguar në këtë mënyrë. Sot, në mëngjes, po lexoja mediat, çfarë thoshte? Shqipëria e para në botë për rënien e lindjeve. Shqipëria e para në botë për rënien e lindjeve. Nga emigracioni, shkaku emigracioni. Jo shkak tjetër. Po bëhemi pra kombë me disa rekorde të kobshme. Se i kobshëm është ky rekord. Ne kemi që në 2019-ën, që vdesim më shumë se sa lindim. Sot, burreci 2 metra gjatë, Edi Rama ishte në kolonjë. Me saze, me dajre, po vetëm i gjë miqtë e mi. Në atë qytet të bekuar, në vitin 2023, si kur që kur është vu themeli i pari ti, ka lindur vetëm një fëmijë. Ka lindur vetëm një fëmijë. Dhe në 2030-ën, në klasën e parë të qytetit që recitonin bashkë me Peleshin edhe Lubin, do ketë klasë parë vetëm një fëmijë. Jetë të gjatë ketë ai. Kjo qa ndodhë? Unë ju tregova ju se si do të veprojmë ne me buxhetin, por ju themi gjë tjetër, që paratë që kemi premtuar janë absolutisht ndën mesatarën e atyre që mund të bëjmë. Pse? Se hajdutëve do e marrin paratë ne. Nuk do ndodhë më. Nuk do ndodhë më kur që të zhduke 130 milion euro djegësi Tiranës dhe të mos ekzistoj një tull aty, 4 ditë më parë u dërguan në gjykat, pa u gjetë një qindark, me dënimet qesharake. E thoshte bukur një gazetare, si ku ka vjedh disa pula. Sepse ata s'janë vjedhësit. Ta theme të qështë, ata që u dërguan nuk e hajdutët. Jo, s'po të prek ata milionat, kur? Ata i drejtorë parancishëm, kishin vu firmat, po milionat i ka marrë Edi Rama me Lubin, me Elion Velin. Tani, Ministria ka patur njësinë e mbikëqyrjes së punimeve, të ndërtimit të djegësit, e cila mirë të rogat për të bërë çdo vit, çdo muaj raportin se ku në ç'fazë janë punimet. Dhe nuk ekziston 6 vite asnjë raport i vetëm. Po pse? Po Lubia e dinte që parat i mirë të Edi Rama. Se po të mos qe për te ose edhe për vete vetë, hajde të bëte 100 raporte. Raport nuk ka. Parat e djegësit u zhduken i mirë të Edi Rama. Ndaj dhe ne jemi besim plot se jo vetëm që do të mbajmë çdo premtim që bëm, por në fakt edhe do i çojmë më përpara, sepse ne synojmë. Çfarë synojmë? Ne synojmë që shqiptarët të paguhen me rroga, pensione dhe mbështetje nga shteti më mirë se vendet përreth. Shqipëria është më pasur se të gjitha vendet përreth. Asnjë vend nuk ka pasuritë e Shqipërisë. Aty ishim 2013-ën, ne mirën rroga më të larta, mirën pensione më të larta, prap do dalim aty. Nuk do ketë më kryeministër me avion dispozicion. Jo. Kryeministri u thonë si qytetar në avion tregtar, me të linjave tregtare. Nuk do ketë më ministër që të shpenzoj 10.000 euro në muaj për lavazh të makinës.
ajo Lubia, ju garantoj që nuk ka sot milioner as miliardier që të shpenzoj 10.000 euro për lavazh të makinës, kur? Kurse ajo, pa tjetër se është, sepse parat janë të tyre, janë qytetarëve. Apo të blej Kopshtin e Denit 5 milion euro. As prendori japonisë nuk e ka. Kam qenë në atë pallat, kam pas fat me qenë. Jo, kishte bime egzotike të ndryshme, po Kopsht e Deni nuk kishte prendori. Nuk ka as shtëpi e bardhë, nuk ka as kancelaria gjermane, jo. Sigurisht. Nuk ka për shishja 33.000 euro. Kur, ja u them unë ju. Dhe një kryeminist s'mund ta ketë kur atë, se dhe dhurat nuk mund ta marrë kur, e ndalon ligji. Në qoftë se ta sjell kush, i thu dale, unë të s'mund ta marrë. E ka një kod. Po këta s'kan as një kod. S'kan as një etik. Këta kanë vetëm një moral të vjedhin sa më shumë shqiptarë. Çfarë ndodh tani? Tani 12 vjet, as një bilans. 12 vjet, nuk është javë të tregoj, edhe ato pak që janë bërë, nuk i përmend dot se i dalin me shumë xhunga. Nuk thot dot me Unaza e Tiranës, se i del me 13 lote. 14 kilometra me 13 lote. Por të vjedh 13 herë. Nuk e përmend ma tunelin e Llogaras, sepse i del me 60 milion euro vjedhja. E dokumentuar. Nuk i përmend me rinjën urbane, sepse ka kushtuar. Ato rasa guri që i shifni ju, kanë kushtuar 2 miliard e 300 milion euro. Në një kohë kur në mënyrë absolute nga Gjirokastra në Tropoj, kosto e tyre në gjithë Shqipërinë nuk është kur më shumë se 300 milion euro. Janë vjedh 2 miliard euro. Ka patur në rrugë 12 miliard ka administrue. Ajo që lanë makinën me 10.000 euro në muaj. 12 miliard. Merri çdo ekspert. Nuk gjen kur më shumë se 1 miliard e 800 milion të investuara, maksimumi. Tjerat janë të vjedhura. Me çmime, po pse? Kanë vu çmime rrugëve 10 fishin. Kroacia ndërton të autostradën, Bjeljosek Manastir, 27 metra të gjerë, 17 kilometra me 1.6 milion euro kilometrin. Kurse rrugë e Arbrit, 11 milion euro kilometri, rruga 10 metra e gjerë. 10 metra e gjerë. Shkoni shifeni. Pra, këta janë të inkriminuar shumë thellë. Ndaj dhe pastrimi shtëpisë është detyrim madhor. Dhe vërteta është që ne do bëjmë gjithçka për të gjetur parat ku i kanë çuar, ku i kanë investuar për t'ia u kthyer qytetarëve shqiptar. Gjithë këte, a mund të imagjinoj, ka qeverisë 12 vjet dhe as nuk thot se çfarë ka bërë 12 vite dhe as nuk thot se çfarë do bëj 4 vite. Ma jepni thot votën që t'u jap pasaportën europiane. E di se është pasaporta e tij europiane? Si djegësi i Tiranës. A ju kujtohet ju kur dilte e thoshte po bëjmë një revolucion të madh për pastërtimin e shpallje emergjencën kombëtare ndaj plerave këto e këto? Ku është djegësi i Tiranës? Kërkum. A e mbani mend se si festoi 2 herë
edhe në 2018 dhe 2016 çelën negociatave, shpërndau dekorata, ambasadorëve, komisionerëve, hapi shampanjë, fishek zjarre. Vetëm mashtrime. Pra, dhe jo, me një don ta transformoj në një parodi fushatën elektorale, jo, këneta, zhapit, hardhucat, tani për të treguar konceptet e ti sorosiane për familjen, mos e merrni për ashtu, shiko se është problemi. Ky njeri sollin Shqipëri dhe fillojnë futin kopsht edhe në shkolla fillore, librat dhe konceptin e prindit 1, prindit 2. E cila për hir të zvërtetës nuk është parashikuar në manifestin e Partisë Komuniste. Jo, është parashikuar në manifestin e George Sorosit. Është post-marksizëm. Prindi 1, prindi 2. Tani, në vazhdim të këtyre dokrave, merë që ndodhë me burrat po t'iken gratë, që ndodhë me gratë po t'iken burrat, me një fjalë, donë ta bëj qesharake familjen, mendon se në këtë mënyrë do mund të krijoj elektorat, në fakt s'ka asnjë qëllim tjetër, vetëm të heqë vëmendjen nga dërshtimet e tij, të heqë vëmendjen nga mashtrimet e tij, të heqë vëmendjen nga vjedhjet e tij. Po u kam bindjen më të madhe se çdo grua, çdo nën, çdo prind familjen e ka të shejt dhe se nuk mund të pajtohet kur me këtë mjerim të skajshëm, me këto vjedhje të papërmbajtura, me këto mashtrimet pa skrupullta. Ndaj ju bëj thirrje me këtë program të trokisni në çdo derë. Miqtë e mi, fitoren e kemi në dorën tonë. Kudo unë gjej një klim dhe optimizëm të mrekullueshëm. Po kjo kërkon ama që ne të shkojmë me këtë program tek çdo komshi, tek çdo i njohur, tek çdo banor, tek çdo qytetar, tek çdo fermer. Tulemi me programin tonë. T'ja sqarojmë. Nuk është për ne, vetëm për demokratët. Nuk është për politikantë. Ky është për çdo shqiptar. Ky program, me programin e uljes taksave për bizneset, është një mundësi reale për çdo qytetar shqiptar. Është një mundësi reale për ata që janë nevojë të kenë një jetë më të mirë. Është një mundësi reale për fermerin të prodhoj më shumë dhe të shes më shumë. Është një mundësi reale për biznesmenin e vogël të fitoj më shumë dhe zgjeroj biznesin e tij. Po kështu për biznesin e madh, është një mundësi reale për të rinjt, të cilë do të jenë epicentër të vëmendjes sonë, me përshkollimin pa mesatare, me bursa 200 euro bursa për secilin. Mundësi për punësim në tyre të veçanta, bonuse, shteti do paguajë sigurime shoqërore për 3 vitin e parë. Do bëjmë gjithçka, t'i ndihmojmë me kredi, me grante, në mënyrë që të mund të blejnë apartamentin, të ndërtojnë në Shqipëri folen e tyre dhe të realizojnë ëndrat në Shqipëri. Pra,
ky është një program për çdo shqiptar, nuk është një program partjak. Dhe unë ju kërkoj ju, të gjithëve, kandidatëve tanë, tek çdo shqiptar do shkoni si misionar, jo si politikan, jo si partjak. Do shkoni të paraqisni një program, një projekt që është i dobishëm, është një mundësi reale për secilin prej nesh. Faleminderit. Përshëndetje. Plot 12 vjet arriti diçka. Ka përzën 1 milion shqiptarë në emigrim.